sepse ka dalë uji gjatë zhvillimit ndeshjes me Rumëni, e kanë qujtë si fush patatesh, kjo ka qenë, kështu e kanë qujtë. Kanë qujtë shumë keq. Fush derash, më falë, e kështu. Dhe kjo ka qenë në periudhë. Me hibrida, po. Tash është me hibrid, po. Tash është, po dhe me Rumunino lujt në fush hibrid. Edhe nxemje fort, por kjo më është herët. pjesë rreth infrastrukturës. Do me thonë, tash jemi në një situatë krejtësisht ndryshe. Do me thonë, unë e kom listën e stadiumeve që do të përfundojnë 2026. 2026 tash jemi 25 me njerë. Po prova e këto premtime zgjedhjes, a do të përfundojnë? Do të përfundojnë. Jënë dhonë mjetë, Adem Jashari përfundojnë me 2026. A pësa do të ketë qeveri pas ditorit, a? Do të ketë qeveri pas ditorit, a? Po flasë për infrastrukturë sportive, ma ndë dalim të qeveri. Ma mirë përpunohet po qeveri. Stadiumet të cilët do të përfundojnë me këtë qeveri, me këtë minister, me këtë kryeministër, tash aktualisht po flasë që është, do më thënë me 2026 përfundon stadiumi Adem Jashari, përfundon stadiumi i Gjakovës, përfundon stadiumi i Gjilanit, nisë me ndërtu stadiumi Ferizajt, këtë ja fillon me ndërtu stadiumi i Liris, i Prizrenit, për parim Thaçi, stadiumi Fadil Vokri është kry renovimi, nisë me ndërtu procedurat fillojnë për stadiumin në Pej, gjitha të janë vlerat ma shumë se 10, 12, 15 milion, ta shumë stilizojt gjitha i kom këtu, por një pjesë e madhe, do me thënë kjo pjesë e kryesore, do të përfundon në vitin 2026, me si pas dinamikës, që e dini avnia që është situatën në Adem Jashari, dhe mundet me na informu ma sakt, unë kom qenë, unë kom pa, edhe cilësia punëve është krejtësisht ndryshe, nëse pajtohesh. Pro, thash unë. Ti ke pa. Këtu më japën me folë, ka me folë për të Po, sigurisht. Dhe me këtë du me thonë që është shumë e rëndësi të rregullohet ajo pjesa e infrastrukturës së mirëmbajtjes, ligjore, si kush do ta merr përsi për mirëmbajtjen, se lehtë është me ndërtu. Kjo është një. Çështja tjetër, rreth stadiumit kombëtar dhe stadiumit ku do të zhvillon lojnat shteti, përfaqësuesja e shtetit, kombëtarja, si të doni. Ai stadium, dini, kur ka qenë partia PDK në pushtet, ka propozuar me qenë drenas. Është një stadium që i plotëson disa kritere, është afër autostradës, është afër aeroportit, fizibiliteti tjetër klimatik nuk kam informacione. Kurse LDK-ja, partia tjetër ka propozuar me qenë në Brnic. Edhe gjatë tanë kohës herë njëri tjetri është ku duhet me ndërtu. Kurse VV-ja pja vendos pikë. Jo, VV-ja vendos ku është ku i plotëson kriteret, do thotë, përpas atij fizibilitetit, që unë nuk dia është bë fizibiliteti klimatik në Brnic, sepse aty fryn era. Nëse duhet me ndërtu, duhet me qenë mbyllur. Por me qenë mbyllur, kosto e shumë më e madhe, sepse duhet